Më 14 mars 2001, ushtria maqedonase vrau shqiptarin 42 vjeçar Sulejman Ramadani. E vrante pragu i shtëpisë me një plumb në ball, fare rastësisht. Ushtarët të çorientuar dhe irrituar që u mundën nga zaptuesit e Kodrës, ku lanë edhe autoblindat e shumë armatime, në kthim nisën të qellonin Kuturu, mbi dritaret e lagjes më të vjetër të Tetovës, të banuar vetëm nga shqiptar. Një plumb i nati e mori edhe babain e 2 fëmijëve, djalin e vetëm mes 6 motrave. Të zotët e shtëpisë, që presin ngushëllime, ende kanë frikë, madje motra ndruhet të intervistohet në balkon, e bindur se ende janë në shënjestrën e snajperëve të vendosur në Kodër. Gjithmonë jemi të rrezikuar. Pas 3 ditëve është goditur kati i parë i jon me mitrales. Disa plumba e kanë goditur shtëpinë, ndërsa një plumb bile ka hyrë në kuzhinë dhe e ka qelluar edhe morin e kuzhinës. Sulejmani është i pari civil i vrarë.